Porti i peshkimit në Vlorë, i njohur nga qytetarët si Triporti, vijon të vuaj infrastrukturën e dëmtuar, ndërsa prej më shumë se 35 vitesh nuk ka njohur asnjë investim serioz. Në këtë port operojnë 77 peshkaregja të tonazheve të ndryshme, edhe pse në vite janë dhënë vazhdimisht premtime për rregullimin dhe sistemimin e tij. Për peshkatarët, këto premtime kanë sjellë vetëm zhgënjim. Sipas tyre, taksat paguhen rregullisht, ndërsa investimet mungojnë plotësisht. Kushtet janë mizerabël. Ja, si që shikon dhe vetë. Anje të mbytra nuk kemi se ku të akustojemi. Shumë pengoj. Të mbytra, shifi vetë. 1-2 janë këtu. 1-3 hëndja, këtu për bret zotit, ja. Vjen anja në puna 3 dit i lodhur, që punon andeja me det pa det edhe s'ke ku litë. Në kalatat e portit shihen anije të mbyturat, të cilat përbëjnë një rrezik të vazhdueshëm për mjetet e tjera lundruese që ankorohen aty. Po ashtu, mbeturinat janë të pranishme kudo, duke e kthyer këtë port në një hapësirë të degraduar. Gjithashtu edhe mungesa e fuqisë punëtore bën që shpeshherë punëtorët t'i sjellin nga Egjipti.